Në qytetin e Korçës, besimtarët ortodoks kanë festuar ditën e ujit të bekuar. Në 6 janar, sipas traditës së përvitshme, Katedrali Angjallja e Krishtit organizoi ceremoninë e hedhjes së kryqit në ujë. Riti fetar nisi me meshën e shenjtë në katedrale dhe më pas procesioni i gjatë i besimtarëve u drejtua drejt Shatrvanit në lulishten pranë gjimnazit Themistokli Gërmenji, ku zhvillua ceremonia e hedhjes së kryqit në ujë. Ashtu si çdo vit, disa të rinj sfiduan temperaturat e ulta dhe u hodhën në ujë në momentin e hedhjes së kryqit, të motivuar për ta nxjerrë atë dhe për të fituar bekimin. Kryqi u nxor nga uji nga Iriu Ervis Rakip, i cili më pas ia dorëzoi mitropolitit Im Zot Anastasit për bekim. Për të kjo është hera e tretë që arrin të kap kryqin. Hera e tretë. Unë ndjeva shumë i gëzuar. E ndjenja që do ta kap një unë dhe e kapa. Hidhesh çdo vit? Çdo vit jam edhe po. Çfarë uron tani? Uroj që të gjithë mbarësi në familje të verëmbarë. Ceremonia e hedhjes së kryqit u zhvillua edhe në Pogradec. Kryqin e kapi për herë të tretë 23 vjeçari pogradecar Nikolin Jorgji. Jo, hera e tretë. Hera e tretë? Po. Sa vjeç ja? 23. Nga Pogradeci? Po, nga Pogradeci. Si ndihni zot? Shumë i gëzuar. Faleminderit. Gëzuar. Si dëshirimi. Ky rit i shenjtë për besimtarët ortodoks shënon festën e pagëzimit të Krishtit, kur ai u pagëzuan ujërat e lumit Jordan nga Shën Gjon Pagëzori. Sipas besimit, në këtë ditë të gjitha ujërat bekohen dhe besimtarët nxitojnë të marrin ujë të bekuar për ta ruajtur në shtëpi deri në 6 janarin e vitit pasardhës.